Një ikonë e industrisë së muzikës amerikane, një perandori prej miliarda dollarësh dhe një gjyq federal i nisur në Manhattan. Kjo është historia e Sean Diddy Combs, 55 vjeçarit, i cili prej dekadash ka mbisotruar tregun amerikan, por që sot përballet me akuza të cilat nëse vërtetohen do të bëjnë që 55 vjeçarit të kalojë pjesën e mbetur të jetës së tij pas hekurave. Por çfarë dhe cilat janë akuzat me të cilat përballet Sean Diddy Combs, 55 vjeçari, është arrestuar në vitin 2024, akuzohet për krimin e një rrjeti kriminal që rekrutonte, manipulonte dhe shfrytëzonte gra, por dyshohet edhe burra në festa të organizuara prej tij në shtëpinë e tij, festa me drogë, dhunë dhe kamera të fshehtë. Me mjaft interes ka qenë këtë javë dhe dëshmia e Casey Venturës, ishte dashura e Didit nga viti 2007 deri në vitin 2018, tashmë 8 muaj e shtatzan. Ajo ka deklaruar se ka qenë pjesë e detyruar, e shantazhuar e festave të tilla dhe ajo ka rrëfyer për një përdhunim pas ndarjes në vitin 2018, përdhun të vazhdueshme fizike, psikologjike, seks të detyruar me persona të tjerë, me dijenin e Didit dhe në prani të tij e të tjerë, ndërkohë që mbrojtja dhe avokatët e Didit i kanë quajtur këto akuza të sajuara, i kanë quajtur shpifje dhe nuk i kanë pranuar. Përveç Caseyt kanë dëshmuar dhe një ish polic dhe një eskort mashkull, duke konfirmuar dhunën dhe kontrollin ekstrem të Didit ndaj ish të dashurës së tij Casey Ventura. Gjyqi do të vazhdoj për 7 javë, do të ketë dhe dëshmitar të tjerë, një pjesë e cilëve do të jenë me pseudonime, mendohet që janë emra të njohur të përfshirë në festat e organizuara nga Puff Diddy, emra shumë të njohur të industrisë muzikore amerikane. Një gjyq, në fakt, që mund të bëhet historik, një ikon e muzikës, i cili është në qendër të një skandali shumë të errët. Pritet për t'u parë se çfarë do të dëgjojmë, çfarë dëshmish të tjera do të dëgjojnë në 7 javët në vazhdim dhe se çfarë vendimi do të marrë juria e cila ka nisur të dëgjojë dëshmitë. Casey ka mbyllur dëshminë e saj duke thënë se sa më shumë shërohem, aq më shumë kujtoj, dhe sa më shumë kujtoj, aq më shumë nuk harroj dot.